Falënderimi i takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bërë prej dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i tina. Fillimisht shfrytëzoj rastin më avon për hajër muajin e Ramazanit, duke lutur Allahun Dhul Gjelal që më u dhon shnet edhe më u dhon forcë që me agjënu këtë Ramazan qashtu që është më smirti. Duke pas parasysh se në Ramazan njerëzit pak ma tepër ja din kimetin ujit, edhe hala pak ma tepër ja din kimetin ushqimit, sot kum vendos me fol pak për punën e hajës edhe pijes, e cila hajë dhe cila pije është një prej sebepeve që njeriu me qenë gjallë. Lusë Allahu Dhul Gjelal që këto nimete të cilat Allahu Dhul Gjelal në e ka dhonë, mos me i bon kufër, edhe lusë Allahu Dhul Gjelal që këto nimete të cilat vazhdimisht në jep, me na i shtu edhe mos me na i paku. Poshtimi i nimeteve varet prej neve, edhe humbja e nimeteve përsëri varet prej neve. Nëse Allahu Dhul Gjelal na jep nimetet hajës edhe të pijes, edhe atinve nimeteve javdina kimetin, edhe i rujna, edhe e falenderojna Allahu Dhul Gjelal, Allahu Dhul Gjelal i shton. Sikur shka e ka përmend Allahu Dhul Gjelal për Ibrahimin alayhi salam, duke e përmend dhe duke thonë shakiran li an'umih, ka qenë dhe thot falenderues për nimetet të cilat Allahu Dhul Gjelal ja ka dhonë Ibrahimit alayhi salam. Ndërsa Ibrahimi alayhi salam njifet njani si pi pejgamberve ma i gjymerti dhe ma dordhansi, i cili ka ditë ma smirti mi u bon hizmet musafirve kër i kanë ardhë në sofrën e tina. Ashtu që sa herë shka i ka ardhë një musafir, ashtë mundu mi apre nga një viq, pi viqave të majtëm edhe trash, jo shka do, për shka? Për me nderu musafirin. Por Allahu Dhul Gjelal gjithmonë ja ka shtu këto nimete, pse? Për atë arsye se akon falenderus. Ndërsa ata njerëz të cilët nuk janë falenderus, Allahu Dhul Gjelal shkon duke ja paku nimetet. Për atë arsye Allahu Dhul Gjelal në Kur'an për thot wa in shakartum lanazidannakum. Nëse dini me falënderu Allahu Dhul Gjelal për nimetet të cilat Allahu Dhul Gjelal ja ka dhënë, Allahu Dhul Gjelal i shton. Dietarët islam, të cilët mirën me studimin e ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë një rregull në të cilën rregull thonë mafhumul mukhalafa. Do thotë me kuptuar ajetin të kundërta e asajna çka e fol. E kundërta e këtina ajeti çka është? Nëse nuk e falenderon Allahu Dhul Gjelal, Allahu i pakon ato nimetet të cilat do thotë ti ka dhënë Allahu Dhul Gjelal. Por falënderimi i nimeteve të ushqimit o vëllezër është i lloj-llojshëm. E të shohmi se çysh e kina situatën na, edhe çysh e kina gjendjen na, edhe çysh e kanë pas situatën edhe gjendjen të partë e këtij ummeti. Mas pari herë, ne pra kur ulemi në përsofrat tona, hajna edhe pina, e pastaj që e shkamet e gjujna në bërlok. E që kjo e gjujtmja e bërlokit të ushqimit, dhe thot është kufër, dhe thot nuk e dit me falenderu Allahu Dhul Gjelal. Pse? Se Allahu Dhul Gjelal shpërblen edhe meni sa ani atom. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an për thot inna Allahe la yadhlimu mithqala dharratin. Allahu kërkujna nuk i ban zulum as sa një atom. E këta që ka na e gjujna në përbërlok për ushqimeve tona, nuk ashtë sa një atom, pa ashtë shumë ma tepër se atomi. Për çka? Duke thonë se me hongër për syfir, ose me hongër të nesrit bëhët bajat. E i na mësu me hongër vetëm se taze, e bajat dhe thot nuk mujna me hongër.
E këtë masraf e shofmi hala ma tepër në këtë Ramazan, kur bohën iftare kolektive apo iftare të përbashkëta. Edhe në ato iftare të përbashkëta, qaq sa bohët sevap, qaq bohët edhe gjuna. Inshallah Allahu dhul xhelal na ruan prej atij gjunahit. Ushqimi shkamet duke e gjujt në bërllok edhe duke mos ja ditën kimetin. E tash po na vjen edhe vera, e sa darës ma bohën, e sa ushqimi gjuhët edhe nuk ju dihet kimeti. E shpesh herë ka rasti me fol me disa të cilët janë pronar të restoranave, edhe arsyen ka dhe njëherë gjenë, tha hoxha, na këtë ushqimi shkamet nuk e gjujna, po ja dhapna fukarave. Elhamdulillah, kjo është një mirësi e madhe. Apo disa nuk e gjujnë, po e mledhin dani kam, edhe ja apin kujna, dani kujna për mi hangër hajvanat. Edhe kjo apet është një bereqet. Ama vaj për ata të cilët do të qatë ushqim e gjujnë në bërlok, edhe nuk ja shef hajrin, as fukaraja, nuk ja shef hajrin, as hajvanin. E njëjta kjo po ndodh edhe me furrat e bukëve, të cilët bojnë bukë, e shpërndajnë sabah, në akşam javë binë, qatë njëjtën bukë, kapëton, sa bo bajat. Edhe atë bukë, masenit nesit e shisin gjysë shmimi, apo e shesin për hajvan, apo edhe shpesh herë gjuhët kjo. Edhe shumë gjona tjera të cilat do thot na po i shohmi ditë për ditë, edhe po nejna dyqysh sukur të bom të knasht edhe razi, sukur mos me ndodhë kur gjonë, edhe pse kjo është do thot një kufër i madh ndaj ushqimit, e qaj i cili i ban kufër Allahut, Allahu shkon duke e nal këtë bereqet edhe duke e nal këtë mirë. A e keni vrejt, shpesh her kur ulmi me bon muhabet, qka thojna? Thojna ebe për para ka pas muhabet. E sot a hup muhabeti. Po pse sot a hup muhabeti? Bëha darsma me 500 njerëzi, muhabet s'ka. Dërsa për para, ndërsa darsma ka pas njerëzi ma pak, po ka pas muhabet ma shumë. Për çka? Për ata arsye se ushqimi nuk është gjujt. Kanë hanë krejt njerëzit me një sahan, kur abitis që i sahani e kanë pru sahanin tjetër. Edhe ja kanë ditë do thot kimeti. Ndërsa njeri tu jetu, po mësoj ka hala gjana ma shumë. Një ditë shku me një ven, edhe kur shku me një ven, unë e fshina atë pjatën teme, ja njani tha, hoxhë nuk ban me fshin keta se amarë, du të me lanë pak në pjatë. Dhe thot, ku ka bo mod, me lanë dishka në pjatën tane, që ata shka nuk e hanë ti, masanena me hangër shetani, alehi la'ne, Allahu dhul xhelal në rujtë. Dërsa prej sunetit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, qish është që kur ta hajsh sahanin me fshin, me metën timis, po jo vetë sahanin, po edhe yndyrë nëse të metë da për gishta, mi lipi se gishtat e tu janë. E thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ndoshta bereqeti është të që e lipimja e gishtave tu. Ndërsa a bon mod apo këton që na me i fshi durt me peshkerja, me i fshi me pallom, e pritojna do thot me i lipi gishtat e tonë, se ka dhe njëherë bërditim edhe pi gishtave tonë, mos folmi do thot prej ushqimi që ka e leda një kusht tjetër. Këto moda nuk janë kanë në mesin tonë, por këto moda ja kanë nisën do thot me ardhën në mesin tonë, që atëherë kur i keni adap sahanat, se unë sahan veti, ti sahan veti, ai tjetri sahan veti, nuk po tham që është haram me hangër se cilin sahan veti, por edhe në veti ku të hajsh, do të mja ditë kimetin e qatë ushqim shka tipët, mos me gjujt, ose me lip qatë sa të munësh me hangër, e mos me bon masraf në ushqimin, se Allahu dhul xhelal nuk i don ata të cilët bojnë masraf. Për atë arsye pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, me konë se vjen një fukara apo një miskin, edhe e shtrin dorën për me lip, edhe ti s'kish ka me dhonë kur gjonë, je e patina një hurme apo 2 hurma, apo je e patina një kafshat buk apo 2 kafshata buk. E ku t'ja dhash atina një hurme apo një kafshat buk, a i ta gjun ata. Dhe me këtë që s'jam zortën e për një hurme, as nuk jam zortë dhe thot për një kafshat buk. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ki nuk ka miskin, ki nuk ka fukara. Se qaj shka fukara, ja din kimetin taman, edhe qasaj hurmës, edhe qasaj kafshatës vogël të bukës. Sikur shka është përmen në hadithin të cilin e transmeton Aisha radiallahu anha, një dit pas ka trokit një gruje me 2 fëmijë në derën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, edhe del Aisha radiallahu anha. Kur del e shef këtë grujen me 2 fëmijë, lypse,
hyn mrena edhe i merr 3 hurma. Çaq ka pas, më shumë s'ka pas. Çato 3 hurma të fundit i merr edhe e jep kësaj na gruajës. Kjo gruaja çka ban? E merr një hurme, ja jep një çik. Edhe e merr hurmën tjetër, ja jep çikës tjetër. Ama fëmijët e uritur, ato hurmat i hangrën, sa qele mshel syt kur i shef kjo nona që i hangrën hurmat, kjo te quhe hurmën te goja e vete për me hangër, nuk e hangri hurmën, po e ndajti për gjys. Edhe njonës ja dha gjys hurme, edhe kësaj qetrës ja dha gjys hurme, a vetë met pa hangër. E u çudit Aisha radiallahu anha pi këtij gestit, edhe i met në memorien e vete, se shpesh herë njeriu kur shef dani fukara, se qysh po hjek edhe qysh nuk ka me hangër, i met ajo pik në menën e vete. E kur erë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti këtë breng, apo këtë gajle, apo këtë ciklet shka e pa piksaj gruis me këto fmi, me a thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot qështu ke një gruje, ja dhash 3 hurma, as për veti nuk e hangër, po ja dha fmive të vet. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me qëtë hurme shka e ka nda fmive të vet, kjo gruje e ka fitu gjennetin. Apo na për rivajete tjera, Allahu dhul gjelal e ka mbrojt prej zjarmit të gjehenemit. Pra të asyje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nara walau bi shakki tamra, keni kujdes zjarmit të gjehenemit, po në koftë edhe me një hurme. Se njeriu ka dënë herë me një hurme të vogël hin gjehenem, edhe me një hurme të vogël lirohet prej zjarmit të gjehenemit, inshallah Allahu dhul gjelal na ruaj. O vëllezër, ki luksuz i cili është në për shtëpitë tona, edhe është në për familjet tona, edhe është në për venin ton, du të me adit falënderimin Allahu dhul gjelal. Nëse le e falënderojnë Allahu dhul gjelal, Allahu dhul gjelal në shton. E qysh duhet me shtue edhe me falënderu Allahu dhul gjelal, mas mirë të i kemi këto shembla në surën An'am, surja e ushqimit, edhe surën Nahl, surja e bletës, se bleta do thot është njona e cila prodhon një ushqim i cili është më i amëli në sipërfaqen e tokës. E në këto dy sura Allahu dhul gjelal shumë ka fol për punën e ushqimit. E sidomos tash kur është vakti kur korrën gjanat, ka thonë Allahu dhul gjelal, hani prej fryteve të cilat ju anë dhonë kur të pjekën, se frytet duhet më hongët të pjekta, jo pa pjek. E pastaj çka? Jepni prej tinve që atëherë kur i korni. Do thot jepni prej tinve. Me hongër do thot edhe fukaraja pishat në fryteve të cilat Allahu dhul gjelal ja ka dhënë, edhe mos bani israf, se Allahu dhul gjelal nuk i don ata të cilët bojnë israf. Pra të arsye, pra nuk kam shka me fol shumë, se gjanat të cilat po i shofmi janë halama tepër prej atinve shka muj me i fol. Por të gjithë na duhet më konë një shembultyr. Çka është shembultyra? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me konë se jeni duke hongër ushqim, edhe ju bjen kashorja pi dorës, shka shpesh herë ndodh, të thot njeri të hongë, i bjen buka, ja i bjen da një pjesë ushqimit. Kur të bjen që ajo poshtë, dije se te kam të tua, ato sill një shejtan ati, edhe po ka qef me hongër dishka pi ushqimit ta. E muslimani shka duhet me bo me hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet me morë që ata shka i ka ranë në tokë, edhe me fry, me ahek që ato që e kanë gjitë da një sen, ose me ahek pa pas të tirë, edhe me hangë apet për zditi. Dikush mundet me thonë, e be hojtë sa prapa metër këksh. Pa i ka ra më leje mo, ja. Me hadith për Ameri sallallahu alaihi wasallam qka është, edhe që ajo shka të bjenë tokë, do të mu zgat, me morë, me fry, edhe me hangë. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti nuk e han, ta di se e ke ushqije shejtanin tan. Allahu dhul gjelal na ruaj. Çka suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I cili pejgamber çaq shumë shka ka falënderues ndaj Allahu dhul gjelal, po ka dani herë kur aqun sabah, e ka vet familjen e vet. A kina dani sen për me hang? Ka thon skina. Ka thon po moj Ramazan për sot. Na kur mojna Ramazan nuk mojna pse skina shka me hang. Jo, pse hajna shumë. Hajna shumë si fyrë, qatë shumë shka hajna sa që nuk na zet gjumi pi hajës tepër. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qka? A shquë, a kina qka me hongë? S'kina qka me hongë. Unë e pra sot për moj Ramazan. Ashtu që kjo tradit e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk i ka pas që të një mete, po ja ka dit kimetin, edhe ka dit me falënderu Allahu dhul gjelal,
Allahu e ka bon sebeb që pasardhët e tina për një kohë të vogël me sundu dunjojnë krejt. Shkova një herë në Gjermani te një shok i cili ka furrë atje. Edhe pe veti, sa buk i prodhon ditë, tha që kaq. Tham, sa buk të kthehen të mas, tha, ja, tha, këtu hoqë nuk kthehet as një buk. Se cili duqan, ti lip qaq buk, edhe ato më nuk ti kthen të mas. Për atë arsye Allahu dhul xhelal ju e bereqet atinve. Pse se ja di kimetin bukës, edhe nuk e gjun bukën në bërllok. Edhe një buk e merr edhe han një muj ditë. Ama të na një buk nuk hat një muj ditë. Hat një ditë, ditën ditë, gjuhët në gjubra dhe në bërllok. Kjo është që e kum pa me sytë e mi, nuk kanë kjo shka e kum ndëgju. A vallahi, na ditë për ditë po i shofmi refugjat, vllaznit tonë, të cilët vinë pinë kufi me dalë qetërin në kufi. Ama shteti që ashtu e ka bo që zgudzon as munale dhe mi thonë selamu aleikum. Se le mo me hip në kerë, se me bo me hip në kerë 3 vjetë denon. Me dashti me bo një sevap, se që ashtu e të shku shprast, me morë me hip në kerë dhe me quë teri ku përdona i me shkuë 3 vjetë burg. E me shku mi vetë ata, qka e një të hek ju për ushqim? Ha? Që frik një dit po e shoh një fotografi në Facebook, mu ka tërqeth trupi. Javë kanë qitën ushqimin si qenve. Dhe thot për patosi edhe fëmijët të uritur të nga rejtë më hongër ushqimin. Dhe thot për patosi, jo në sahan, nuk foli për sahan. O vlezër, nëse njerju nuk mësohet edhe piktinve fotografive, edhe nëse njerju nuk mësohet piktinve mësimeve, atëherë thjesht duhet me shku me ja bo një kontrol zemrës. Edhe me këshirë shka ka kjo zemër, a mos anëzi shumë që s'po mundet më ndikue piktinve gjanave të cilat ditë për ditë po i shofmi edhe po i ndëgjojna. Pse? Se zemra është ajo e cila dimi thonë falenderit për nimetet, edhe durët e tona, edhe shëmbulltyrja jonë është ajo e cila din pastaj me a ditë kimetin ushqimit. Qish mundet më konë një domaqin i cili kur met ushqimi ju thot familjes gjune, jo për kundrazi, jo gjune, po bire këtu e tim dush më konë a i pari, shka dush me hongër për atina ushqimit bajat, ose për asajt bukës bajat, për mi mësue fmit, edhe për me mësu familjen që për mi adit kimetin ushqimit, se qaj i cili nuk i adin kimetin ushqimit, Allahu dhul xhelal ja ngrit pi sofrës vete. E kur t'ja ngrit pi sofrës vete, nesër do shta e shtrin dikujna dorën, po s'ka shka me dhona asaj. O vlezën, nuk ka shumë vakt. Nuk ka shumë vakt shka ka përcije lufta e Bosnës. As nuk ka shumë vakt shka ka përcije lufta e Kosovës. As nuk ka shumë vakt shka ka përcije dhe lufta jonë. Ju vetë me sytë e ju kini pa. Njerëzit duke u përla për një kashore buk. Ja gjurë një këto buk kujna t'i mërim. Ko mujde. Edhe qatë buk kush e merë, t'u përla me zveti. Këto fotografi kina pa. Na shkajna pak më shumë i kina pa. E nëse nuk ja dina kimetin, për sëri na kthehen këto fotografi, inshallah Allahu dhul xhelal nuk i kthen këto fotografi në këtë popull. Për ata sy e pra, fjalët janë të tepërta, por veprat duhet më konë ata të cilat dëshmojnë për falënderim për këto nimete të cilat Allahu dhul xhelal na ka dhënë. Falenderoj Allahu dhul xhelal për shumë nimete të cilat na ka dhënë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemi pranë muajin Ramazan e kur e kanë vetë njëherë Aishën radiallahu anha se qysha konë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me punën e gjymërtlëkit tina, ka thonë ishte pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i gjymërt, po në Ramazan u bajke hala ma i gjymërt, u bajke i gjymërt si kur era e pranverës. Kjo shembulltyra për erën e pranverës, mos më konë kjo era e pranverës, shumë bereqet në mesin pa bi, edhe pa dalë si përfaqën e tokës. Edhe na pra shka jena umeti i tina, dohet në Ramazan më konë pak ma të gjymërt.
edhe më kanë ma bujar, edhe më kanë ma solidar, duke i ftu vllaznit me zvetin për iftara. Pse? Se nuk ka puna që kime dhon dikujna një iftar, por është puna që kime morë se vap të madh. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çaj i cili një vllaut vet jep një iftar, e ka se vapin edhe tina. Do thot ti shka i ki se vapin shka ke agjinu, po plus çatina shka jep iftar, se vapi i tina shkruhet edhe për ty. Allahu dhul xhelal i shumë fishon se vapet. Ty t'jep se vap shka agjinon, po edhe atina jep se vap çaq sa ke agjinu ti shka bën sebeb për me dhonën iftar. E kjo traditë elhamdulillah është prezente në për vendin tonë. Po le që është prezente, po ka edhe shumë vëllezër edhe shumë shoqata të cilët do thot shpërndajnë iftara, inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen. Ata të cilët kanë mundësi mi ndihmu këto projekte, janë do thot projekte të xhairit, inshallah Allahu dhul xhelal ja fshton. Për ata syje pra Ramazani është muaj i solidaritetit, e sidomos në fund të Ramazanit do thot secili prej neve e ka vajib. Vajib farz me dhonë sadaka i fitrin për shka për me ndihmu fukarave. Por ne duhet me ndihmu fukarate tonë jo vetëm se ditën e Bajramit, po edhe gjatë agjerimit. E inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen ata të cilët mendojnë për vëllezërit e vet, e sidomos në këtë muaj të Ramazanit, inshallah Allahu dhul xhelal ja fshton sevap. Mos harroni se është ditë e xumah, sevap i madh shumë. Me çu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e njapi sebepeve që Allahu dhul xhelal me na shtu rizkin edhe me na shtu bereqetin, është dërgimi i salavatit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çojna pra salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me salavatet mas gjedhura të cilat janë: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.